Pra njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Tepelen gjatë vitit 2025 janë kryer rreth 100 teste HPV për gratë e grup moshës 35-55 vjeç, në kuadër të programeve të depistimit për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës. Sipas të dhënave zyrtare, nga këto teste, 6 gra kanë rezultuar pozitive dhe janë ndjekur menjëherë nga mjekët specialist, të cilët ju kanë dhënë rekomandimet e nevojshme për trajtim dhe ndjekje të mëtejshme mjekësore. Gjatë vitit 2025, në një VKSH-n e Tepelenës, janë bërë rreth 100 teste të HPV-s për gratë të datëlindjes së vitit 1979-1985. Nga këto rezultuan, në 100 testet që u bën, 6 pozitive. Nëpërmjet mjekëve të familjes, i rekomandojmë të bëjnë një vizitë tek obstetë ginekologu ose të bëjnë kolposkopin. Për vitin 2026, pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Tepelen, ende nuk ka nisur kryerja e testit HPV, pasi nuk është përcaktuar ende grup mosha përkatëse që do të përfshihet në këtë program depistimi. Për sa i përket vitit 2026, nga ISHP vendosen se cilat grup mosha do të bëjnë testin e HPV-s. Në përgjithësi, ne na njoftojnë për të marrë kitet e HPV-s dhe zakonisht ne kemi marrë shtator, tetor, nëntor, brenda vitit 2026. Këto njoftojnë nëpërmjet mjekut të familjes dhe marrin testet, i aplikojnë ose në qendra shëndetësore ose në shtëpi dhe i rikthejnë. Pastaj ato i merr qendra shëndetësore dhe i risjell. Ndërkohë, mjekët u bëjnë thirrje grave që të informohen dhe të kryejnë kontrolle periodike, duke theksuar se depistimi i hershëm mbetet një nga mënyrat më efektive për parandalimin dhe trajtimin në kohë të sëmundjeve të rënda.